Përshëndetje miq, u ba koha se s'kena ba video. Qose një gjone edhe si unë dhimi e qafa kërë kur punoni, ose kur bani një veprim edhe shqetson dhimi e qafës. Qa mundën e më ba momentale, ta po të regoj një ushtrim tjesht edhe kollajshme. Ta që bëjmë, kaloj direkt ushtrime, miq. E kam marrë kryetën mrapa krejt, e sjal ansore, e shkoj gati 360 gradë, prapë mrapa. Tash, kur sjell, qose njihem, por momentin e kam një gjodhimi i tu. Qa kam bëjt tash? E kam ba kryetën, e dorën e baj shtrëngoj këthej edhe kryetën e kundër, do më thënë. Kur e kam një gjuhë këthej dhimin, e shtrëngoj anej. Edhe kontrolloj edhe njerë, a ka një lehtësim dhimi. Edhe njerë provoj. Shkoj. Mund të kërsasin kocat, mos kini mrak. Po, i tash e ka qetsu i fi. E kaloj. Një dhimi e i të, një shtrëngimi vogël i të. Qa bëj tash? Shtrëngoj para kryetën edhe lën lirë. Shtrëngoj para kryetën edhe lën lirëshëm. E provoj edhe njëri tash. Malish. Shkoj edhe pak i tu, apo kaloj telefonin dorën tjetër. Shtrëngoj pak e lën lirshëm. Shtrëngoj pak e lën lirshëm. Shkoj edhe pak mrapa, edhe pak e kam mrapa, për ju bani me dy durt, se unë e kam telefonin të një në durt, e shtrëngoj mrapa e lën lirshëm. E shtrëngoj mrapa e lën lirshëm. Ta kontrolloj edhe një. Kontrollo në biq, ku e keni shesim dhimi, e shtrëngoj në krytin atë nivel. Edhe kontrollon edhe njërë. Ka erë mund të kërsasin kosa, mos keni më rak se ashtë diqa mirë, kja e një kërsitje me vetë dishëm, do më thënë, nuk ashtë të pa dishëm, një ushtrim tjeshtë, do më thënë. Ditën e mirë edhe mirë o pash.